Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Vllazni pasi autori e përfundon në nën kapitullin të quajmë ashtu për shkak se kapitulli quhet kapitulli pastërtisë. Nën kapitullin që ne ishim rreth dispozitave të edukatave të kryerjes së nevojës fiziologjike edhe pastrimit, istinxhaja dhe istinxmani, autori tash ka lënë në disa praktike ose disa gjëra tjera që zakonisht dietarët i quajnë sunanul fitra, domethënë ato gjëra të cilat janë në natyrshmërinë e njeriut. Për shembull përdorimi i miswakut që nënkupton pastrimin e dhëmbëve ose që njeriu lyrja me vaje të ndryshme që e mban veten mirë ose kohli ose domethënë synetia e kështë më radhë, largimi i qimeve ose domethënë prerja e thojve, të gjitha këto që janë në natyrshmërinë e njeriu që njeriu normal duhet me i praktiku, domethënë me i prej thojt e këtu, me mbajt veten mirë, po kjo është madhështia e kësaj feje që prapë se prapë domethënë edhe në këto gjëra Allah subhanahu wa taala ka pru dispozita dhe na ka nxit në këtë çështje që mos me qenë ngaflet, edhe ka bo që të kemi shpërblim në praktikimin e tyre nëse ti e bën jetën që me, me praktiku sunetin, kështu që personi arrin shpërblim. Kjo është madhështia e kësaj feje. Andaj njeriu është mirë domethënë me u përkujtu, ka njerë disa gjëra na shkojnë kështu, edhe pse i praktikojmë zakonisht, mirë po nuk e bojmë këtë njetë, ose në pastrim dhëmbëve ose domethënë gjëra tjera, nuk e bojmë domethënë që ne jemi duke praktikuar sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njëkohësisht domethënë për to kemi hadithe. Andaj tregon që ato kanë nxitje nga Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka shpërblim për shkak se konsiderohen sunnet. Një prej këtyre gjërave është edhe siwaku ose miswaku, ku do të flasim inshallah sot rreth kuptimit, gjykimit, mjeti për pastrim, a do të jetë pa tjetër ai ud që e quajnë, që është domethënë ai shkopi, nëse më të them ashtu, i miswakut, kohat e përdorimit edhe mënyra se si me u përdor që me praktiku sunetin, domethënë tamam. Kështu që inshallah domethënë po vazhdojmë. Së pari domethënë para se me hy të fjalët e autorit, Allahu e mëshiroft, çka do të thotë es-siwak, domethënë kuptimi. Si zakonisht i kemi dy kuptime vllazni. Kemi kuptimin gjuhësor dhe kuptimin shkencor. Sa i përket kuptimit gjuhësor, i ka dy kuptime. Ose është për qëllim mjeti që përdoret për pastrim, ose është për qëllim domethënë veprimi, domethënë ajo pastrimi. Domethënë këto dy kuptime ka ana gjuhësore i merr, të dyja, ose mjeti ose vetë pastrimi. Ndërsa në kuptimin shkencor, që e përmend domethënë këtë mënyrë ose këtë definicion është i Nevovijut rahimahullah, që thotë përdorimi i udit ose shkopit. Ud domethënë është për qëllim çaj shkopu që e quajmë na miswak, që merret për një pemë të caktuar, që kemë më përmend pak më vonë. Ose një mjeti tjetër të ngjashëm me të, siç po shihet domethënë Nevoviu rahimahullah ka këtë mendim që lejohet edhe më përdorë diçka tjetër. Qashëm për pastrimin e dhëmbëve ose për largimin e erës së gojës. Domethënë kjo është definicioni i siwakut ose miswakut. Domethënë është çaj përdorimi i tij që me pastru dhëmbët edhe me largu domethënë erën e gojës. Vazhdojmë me fjalën e autorit ku thotë yasunnu siwaku bil ud. Thotë autori yasunnu siwaku bil ud. Domethënë gjykimi që ka sunne. Domethënë po thotë është sunet pastrimi i dhëmbëve, që ky siwaku me shkop. Kështu po thotë autori. Që do thotë përdorimi i miswakut që ka sunne. Dhe kjo është me pajtimin e katër mëdhëve dhe pajtimin e fukahave, që është sunet i fortë. Sidomos domethënë ato kohët
ku janë të kufizuar, ato themi që është sunet i fortë. Mirë. Autori këtu po thot bil'ud. Bil'ud që do thot me këtë shkopin që ne i themi miswak. I themi miswak. Mirë. Edhe ky është domethënë mendimi i mëdhëbit Hanbali. Kur vjen autori me një mesela, atëherë kuptohet që kjo është për mëdhëbit Hanbali për shkak se libri është i bazuar në këtë mëdhëb. Mirë. Mirë po, në këtë çështje kemi khilaf. Këtu e kam parasysh, domthonë kemi 3 mendime. Mendimi i parë është domthonë që po përmend autori që do të jetë vetëm ma'rud, domthonë që ky shkopi se që e quajmë misaku, prej aty në pemëve që janë të caktuara. Ose pema e arakut që i quajmë, ose pema që merret për një palme të hurmës, domthonë misfaku, ose është pema edhe ullirit, që thanëm dhe përmendëm më vonë pastaj një khilaf që gjendet mes ulemave në këtë çështje. Mirë, domthonë mendimi i parë që ka kjo, që do të vetëm ma'rud, po ashtu ky mendim është edhe mendimi i mëdhëbit Shafi, domthonë Shafive, është mendimi i Shafive gjithashtu. Sepse kjo domthonë ka qenë e njohur atëherë kur është përdor zakonisht domthonë ky shkopu ose ky mesfaku i cilën kanë pastruar. Edhe thonë që do të jetë bil'ud. Edhe është përmend domthonë në disa hadithe që ka bëm domthonë i ka pastruar me udin e arakut. E kështu me radhë, kështu që kjo po nën kupton se kjo mënyrë e pastrimit me ud është ajo për cilën po flasim që quhet sunna. Kjo është qëllimi, që quhet sunna, do të thotë që ke arriti sunetin dhe kish problem. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë është mendimi i Hanefive edhe mendimi i Malikive. Këta thonë, nëse nuk gjendet që ky rudi, do të thonë nëse njeriu për shembull është një vend ku nuk mundet me arrit deri te misfaku, nëse nuk gjendet ose nuk shitet për shembull, atëherë thonë lejohet mu përdor mjete të tjera. Për shembull brusha. Edhe arrin domthonë shpërblimin, e arrin sunetin. Ço do të thotë, nëse është e kundërta, nëse ai mundet me arrit, me marr misakun, me ble, atëherë nëse përdor gjëra të tjera nuk e arrit sunetin, dhe nuk shpërblehet për atë çështje. Domthonë, ky mendim i dytë po e qet një kush. Nëse mundet, domthonë dohet. Nëse nuk mundet, atëherë hyjnë edhe gjëra të tjera, domthonë arsëtohet. Për dallim nga mendimi i parë që thon patjetër do të më kanë me miswak. Ndërsa mendimi i tretë, që inshallah është mendimi më afër të vërtetës, është mendimi ku thuhet se nuk është kusht. Domthonë nuk është kusht që të jetë patjetër kjo miswaku prej këtyre pemëve të cilat i përmendëm më herët. Mirë po, qëllimi i kësaj mesele, është pastrimi i dhëmbëve, ose largimi i asaj erës gojës, domthonë pastrimi i gojës. Andaj, përderisa qëllimi edhe ajo që kërkohet ose rezultati është kjo, atëherë nuk është kusht se cili mjet përdoret për me arrit, domthonë këtë rezultat. Për shkak se thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-siwaku matharatun lil fam mardatun lir rabb. Që do të thotë as-siwaku, domthonë që ky misaku ose po ky pastrimi i dhëmbëve me miswak, thotë është pastrim për gojen dhe është kënaqësi për Allahun subhanahu wa taala. Domthonë Allah është i kënaqur me këtë vepër. Andaj kjo është dobia e misfakut, që mjafton domthonë që kjo dobi domthonë pastrim i dhëmbëve, edhe Allahu më ka i kënaqur me ty që ti e vepron një vepër të tillë. Kështu që hadithi domthonë është i përgjithshëm, edhe po tregon rezultatin e kësaj përdorimi, domthonë pastrimi i dhëmbëve. Nëse është pastrimi i dhëmbëve, atëherë këtu nuk po përdoret edhe nuk po thuhet në hadith që duhet me përdor misfaku. Mirë po, siwaku domthonë është pastrim për gojë. Atëherë nëse është pastrim, atëherë në kupton dhe që ky është rezultati i kësaj çështje. Atëherë themi me çdo mjet që arrihet, domthonë lejohet.
Që do të thotë, domthonë këtë mendim e ka edhe Ibn Qudama, këtë mendimin e ka edhe Nevawiu, Sheikhul Islam Ibn Qayyim, që thonë domthonë aq sa arrihet pastërtia, domthonë që ky rezultati, aq sa arrihet pastërtia, aq e ka arrit sunetin. Që do të thotë ti, ty të lejohet edhe me i pastru edhe me gishta për shembull. Ose me faculetë, nëse nuk ki diçka tjetër, veç po don me arrit, thonë sunetin, aq sa e pastron aq ki me arrit sunetin. Mirë, a do të thotë që kjo e largon atë mirësinë që ka misvaku? Jo, padyshim që jo. Për shkak se kena me ardhur domthon kur kena me përmend kohët e përdorimit. Edhe ti kime vrej që ajo mënyra më e lehtë e pastrimit ka më qenë me misvak. Kjo domthon nuk e largon atë mirësinë e misvakut ose këtij shkoput domthon që e përdorëm. Për shkak se ti nuk mundesh me shku tash në xhami me brush dhëmbe. Siç e dim, unë nuk na takon një gjë aty mu vepru. Edhe me shku domthon që para namazit me pastru me brush për shembull. Ose me marr ti brushën që edhe në momentin kur të lexon Kur'an, sfori me pastru dhëmb. E kështu me radhë, domthon nuk mundesh me përdorë çdo kohë brushën. Mirë, po qëllimi jonë është që nëse njeriu i pastron dhëmb për shembull në shtëpi, a lejohet me bë me një sunetit? A lejohet me bë me një sunetit? Domthon sipas mendimit të tretë, që është më afër vërtetës, themi inshallah, po. Domthon në momentin kur ti tash i pastron dhëmb, është mirë që ta bësh njët që je duke praktikuar sunetin. Me këtë pastrimin e dhëmbëve dhe inshallah arrin shpërblimin. Bile disa dietarë domthon e ka përmend që nëse shikojmë domthon në këtë kënd vështrim, që aq sa arrihet pastërtia, aq edhe arrihet syneti, thonë nëse e bën dallimin pastrimin me miswak dhe pastrimin domthon me brush dhëmbëve, atëherë e sheh që dallimi mund të jetë kaq i madh. Që do të thotë me brush dhëmbëve arrihet pastërtia më e madhe se sa miswak. Mirë po, thanëm duke mos e largu domthon atë mirësinë cilën edhe lehtësimin që është në përdorimin e miswakut. Mirë po, nëse ti e vepron një gjë të tillë, atëherë kish problem inshallah. Kështu që është mirë që njeriu domthon me grumbullu vepra të mira dhe me praktiku sunetin, që është një prej arsyeve edhe një prej shkaqeve që njeriu të edhe mi urrit imanin. Mirë. Pastaj këta të mendimit parë, ose themi që të me dhe të mendimit dytë, momentin kur kanë thonë vetëm me këtë shkopin, do me këtë misvakun tash, kanë hynë khilaf. Kanë thonë mirë, nëse themi vetëm me këtë urdhë, cili është më i miri tash, që me arrit sunetin? Cili për këtyne misvakut, po e arrin edhe dhe në mendimit të tretë, kush do që e përdor tash misvakun, cili është më i mirë, mu përdor. Na i përmenëm atë të trijat. Kemi misokën el arak, do të thonë që ai pema që quhet arak, prej trungut, do të thonë prej palmës së hurmës, edhe kemi tullirin. Atëherë, këtu kemi khilaf. Mendimi i parë thonë siwakul arak është më i mirë. Edhe për këto këtë mendim e ka gjumhuri. Këtë mendim e ka gjumhuri që është arë në hadith, dhe më thonë që ka pastru me siwaken min arak, dhe më thonë me këtë misfakun që është prej pëmës e arak. Ndërsa mendimi i dytë thonë nuk ka dallim. Onë e kanë të njëjtën drejtë. Cilën do që të përdoshti, e ka arrit domthon sunetin edhe nuk ka ndonjë dallim që më thonë kjo është më e mirë se sa kjo tjetra. Pastaj këta gjumhuri, momentin kur kanë thonë el arak është më e mira, tash është ardhur khilafi tjetër. Ka thonë mirë, nëse më e mirë është kjo, çka nëse nuk gjinde tash? Tash duhet me ditë cilë është pas ti më e mira. Do thonë ajo renditja e këtyne llojeve të misvakut që njeriu me praktiku sunetin tamam, nuk gjendet si vakul arak, tash cili është më i miri. Edhe këto kanë pron khilaf, domthon disa kanë thonë që për shembull Malikit ose Shafit e kanë përmendur se pas arakut vjen që kjo e palmës së hurmës, pastaj vjen ajo ullirit. Ndërsa Hanefit kanë thonë pas arakut vjen e ullirit, pastaj ajo tjetra. Wallahu alem, se përket këtij khilafit, mirë po në mënyrë të përgjithshme, domthonjë njeriu arrin sunetin inshallah, nëse edhe përdor forma tjera, aq sa ka pastru gojën, aq edhe ka arrit sunetin.
Mirë po thanë ndonë, në disa raste, pa tjetër do të me përdorë për në misokun ku gjëra tjera mund t'jenë edhe jo të mira ose dohon ulet pozita ose autoriteti nëse e vepron. Për shembull, në xhami me vepru, për shembull me la dhëmt me gisht, sa në një muslimon nuk është mirë dohon me ruat pozitën e tij dhe mos me bë vepra të cilat ndoshta edhe e ulin imazhin e krejt fesë. Mirë. Pastaj autori vazhdon edhe thot kullu waktin, do thonë yusannu siwaku bil ud kullu wakt. Është sunet, do thonë pastrimi dhëmbëve me këtë shkopi me misakun kullu wakt, do thonë në çdo kohë. Tash po fillon me përdor me tregu kohë. Thot kullu waktin illa li saimin ba'da az-zawal fayukrah ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. Do të tash po i përmend kohët dhe po thot në çdo kohë, që do të thot e pakufizume. Do të thot e pakufizume. Është sunet në çdo kohë mu përdor. Kurdo që e përdor, e bën një edhe mënyrë që me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka me arrit në. Dhe po thot illa li saim ba'da az-zawal. Illa li saim ba'da az-zawal. Përveç për agjërusin pas zewalit. Do të këtu tash po përjashton. Mirë, para se me arrit agjërusi, argumenti është i njëjti që është sunet në çdo kohë për shkak se të atij hadithi të cilën e përmendëm, që është argument në këtë mesele. Ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastrimi i dhëmbëve me miswak është pastrim për gojen dhe Allah është i kënaqur me atë vepër. Atëherë, këto dy gjëra, pastrimi i gojës dhe arritja e kënaqësisë së Allahut, që Allah më ka i kënaqur me atë vepër, është e kërkuar në çdo kohë. A themi që ka kohë që nuk është e kërkuar? Jo. Anë është e kërkuar në çdo kohë. Domthonë në mënyrë të përgjithshme themi që ky hadith po tregon që çdo kohë që ti e praktikon një gjë të tillë, ai rezultati për cilën arrihet pas kësaj është e kërkuar në çdo kohë. Dhe po thot përveç agjerusin pas zevalit. Do në tash po i bjen realisht të dy kushte. Me kanë agjerus edhe me kanë pas zevalit. Pe di pse kum bë këtë mes ditës se dia për shtatët ajo. Do në pas zevalit do në kur të hyn dreka. Do në që do të thot autori po para zevalit lejohet. Edhe këtu ka itifak, do në ka pajtueshmëri në këtë çështje. Që para zevalit. Mirë, po këta kanë ardhur dhe kanë tash ka ardhur dhe khilafi, që thonë pas zevalit, edhe përmendin do një hadith, do kjo është mëdhëbi Hambeli dhe mëdhëbi Shafi. Dhe ka thonë pejgamberi, është hadithi ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashi. Nëse agjerani, do fastaku, pastrani do me miswak. Bil ghadati, që ke ghada thonë është për qëllim para zevalit. Dohon, nëse jeni agjëruar para zevalit, mundi me pastru. Wala tastaku bil ashi, dhe mos i pastrani bil ashi. Dohon ala ashi është për qëllim pas zevalit thonë. Kjo fjala tregon që është pas zevalit. Që do të thotë pas kësaj kohe mos më përdor. Mirë, po hadithi hadith është hadith dhaif, është hadith i dopt. Pastaj këta e kanë marrë një argument tjetër. Domthon që është, mund themi domthon që është një faide, një dobi e këndshme, për shkak se si kanë lidh meselet. Për shembull kanë thonë pse pas zevalit, për shkak se ajo është koha kur zakonisht njeriu e arrin atë, i vjen ajo era jo e mirë e gojës. Domthon më pas drekë, ne fillon njeriu me pas atë erën jo të mirë të gojës. Ta shtojnë e kemi atë hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që për Allahun era e keqe, nëse mund ta quajmë e agjërusit është më e mirë se sa e miskut. Kështu që thonë përderisa pas zevalit, po arrihet që kjo erë, atëherë tash këtu do të munal. Për shkak se përderisa që kjo erë është më e mirë se sa e miskut për Allahun subhanahu wa taala, atëherë do të më lënë kështu, se kjo është më e mirë se sa më i pastru. Vëm. Andaj thonë tash përderisa ka ardhur tash ky hadith, atë deri këtu mundna me pastru pas saj, nuk mundna me i pastru.
Mirë, po prapë se prapë ne i themi që nuk është ai qëllimi i shariatit që tash me thonë që kjo erë është e dashur edhe rrini me që të erë. Mirë, po qëllimi është që kjo nxitja që Allah don ka harë për shembull në jetë ose në hadithe që i ka nxit robt për me vepru një gjatë tillë që më ju nështru edhe me praktiku urdhrin e Allah subhanahu wa taala. Ndërsa jo që qëllimi është që me arrit me jetë keqe, mirë po me tregu ty që domon edhe pse ti po arrit domon po ki erë për shembull që mundet me kon penguesëse, dije që kjo është më e mirë tek Allah se sa misku, për shkak të asaj vepre dhe domon madhështisë edhe të asaj vepre që cilën ti je duke e praktiku. Padyshim që kjo është nxitje për muslimanin. Pastaj era e keqe e gojës nuk vjen prej gojës direkt, mirë po vjen që njeriu domon është pa buk, vjen prej stomakut, kështu që prapë se prapë nuk mundemi me thonë që një mënyrë e argumentimit e tillë është e saktë. Ndërsa mendimi i dytë, që është mendimi inshallah më i saktë ose i saktë, është sunet në çdo kohë, para dhe pas zavalit, dhe nuk ka ndaj fardallimi në këtë çështje. Edhe është argument ai hadithi i cilën e përmendu më herët që është matharatun lil fam, do të thonë është pastrim për gojën dhe Allah është i kënaqur me të. Dhe kjo është e kërkuar në çdo kohë. Pastaj e kemi hadithin tjetër, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salatin. Nëse nuk do të ishte e rënd për umetin, do ja rëndoja umetit, do i urdhëroja që t'i pastrojnë dhëmbën me siwak, miswak ose me gjëra tjera sistem, 'inda kulli salat, para çdo namazi. Që pastaj namazet, kjo domon është e përgjithshme. Edhe nuk po përmendet, qoftë agjerus apo jo, namazi i kindis për shembull është pas zavalit. Kështu që edhe këtu hyn edhe agjerusi, kështu që nuk ka të keqe. Pastaj dietarët i kanë përmendur, oni kanë dhënë, nëse misaku për shembull nuk është i lëngshëm, kështu që ose lëshon diçka, mirë po është domon i thatë atëherë bën. Nëse është i lëngshëm nuk bën. E kështu me radhë, disa detaje të tilla, mirë po padyshim që njeriu edhe nëse është i lëngshëm ai duhet muru që mos me përbi ose mos me shku diçka të poshtë domon. Kjo është edhe kjo e themi njëjtë. Domon në abdes, a do të mos me shti ujtë në gojë? Jo, na e shtina në gojë. Na nuk e bojnë atë pastrimin tamam që me uru. Mirë po ti ujin prapë se prapë kime shti në gojë, domon uji e lak pjesën e gojës. Mirë po çka të kërkohet ty që me uru? Që me uru mos me përbi ujin. Edhe në këtë rast, nëse misaku edhe është domon i butë ose i lëngshëm, atë prapë se prapë ajo që të kërkohet prej teje është me uru. Mirë po nuk themi që nuk është sunet. Praktikimi ose përdorja e misakut sa i agjërusëm. Kështu që inshallah ky është mendimi më i saktë në këtë mesele. Inshallah. Domthon këto e kanë përmendur edhe Sheikh Fozani, Sheikh Uthaymini, Sheikh Albani, Sheikh Bin Bazi e të tjerë. Domthon që nuk ka të keqe inshallah. Po ashtu të njëjtën meselë domthon këta e kanë përmendur edhe për pastrimin e dhëmbëve që inshallah arrihet shpërblimi. Mirë. Pastaj autori tha wa yata'akkadu 'inda salatin wa nahwiha wa taghayyur famin wa nahwi. Dhe thot yata'akkadu, domthon është sunet i fortë tash kë përdorimi i misakut ose pastrimi i dhëmbëve tek para namazit. Tash po i përmend kohët e kufizuara, që do thotë në këtë rast është sunet i fortë, më u përdor një gjë e tillë. Dhe po përmend namazin dhe diçka tjetër, të ngjashme me të. Namazin dhe të ngjashme me të. Domthon themi çka do hyn tash te kjo e ngjashme me të. Namazin, argumenti i cilën e përmendëm edhe më herët, ku tha, sikur nuk do e rëndoja domthon umetin, do i urdhëroja që të pastrojnë domthon dhëmbët ose me miswak ose me gjëra tjera, ende kulli salatin, domthon para çdo namazi. Tash sa i përket kohës kur është më e mira më përdor, e kanë përmend dietar që është para se me marr tekbirin e ihramit, domthon para se marr tekbirin fillestar. Domthon njeriu i pastron dhëmbët, shau me miswak edhe e merr tekbirin. Kjo është koha kur inshallah është me arrit sunetin domthon tamam, domthon koha e përdorimit të miswakut. Wa nahwiha në këtë hen për shembull abdesi, domthon ngjashme me të është abdesi ose paraleximi të Kuranit. Sa i përket abdesit e kemi edhe për këtë kemi argument
një hadith të Ebu Hurejres radiallahu anhu, ku thët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të njëjtën mënyrë të shprehur domthon laula ana shuqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Sikur nuk do e rëndoja umetit tim, do i urdhëroja që ata t'i pastrojnë dhëmt gjatë abdesit. Tash, kjo koha kur do me bo me bo një gjatë tillë, atëherë e kanë përmend domthon që ose e kanë përmend disa që është te madmada. Është tek madmada që domthon kur e shtin ti ujit në gojë, para se me shti ujit në gojë. Domthon që atë thonë është koha për shkak se lidhet kjo mesele, se është qëllimi pastrimi i gojës. Domthon e merr misfakun, i pastron dhëm dhe e fut ujin në gojë. Disa kanë thonë domthon është para abdesit, disa kanë thonë pas abdesit e kështu me radhë, mirë, po në këtë çështje ka domthon është çështje e gjerë e cila nuk domthon nuk do të patjetër kjo kohë ose kjo kohë, kështu që inshallah kurdo që veprohet e arrit sunetin, qoftë para abdesit, qoftë domthon kur para se me pastru gojën, nëse pas abdesit inshallah e arrin. Pastaj është para leximit të Kuranit. Para leximit të Kuranit, domthon kur hadithi Aliut ku na tregon që nëse domthon robi i pastron domthon dhëmt me miswak dhe zgjodh domthon për mu fal, faqama al-malaku khalfahu, edhe domthon po ashtu meleku i qëndron pas tina. Edhe dëgjon, fatasamma li qiraatihi, dëgjon leximin e tij të Kuranit. Fayadnu minhu hatta yada'a fahu ala fi. Dhe i afrohet atij derisa domthon ta vendos gojën e tij te goja, domthon atij që po falet. Dhe ajo që del domthon prej gojës së tij, ti që po lexon domthon që është prej Kuranit, domthon arrin domthon në brendësitë të melekut. Pastaj prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot fatahhiru afwahakum lil Quran, dhe pastroni domthon gojët e juaja për Kur'an, domthon për leximin e Kur'anit. Ndërsa thot autori e përmendi tha wa taghayyuru famin wa nahwihi, dhe ndryshimi i erës së gojës dhe të ngjashme me të. Domthon ndryshimi i erës të gojës qoftë ajo për shkak qëndrimit të gjatë, domthon pa fol për shembull, ose zverdhjes së dhëmbëve, ose domthon çdo që tjetë që domthon e shkakton këtë erën jo të mirë të gojës, atëherë është prej sunetit domthon që me i pastru dhëmbët. Domthon për drejsa thanë me siwaku matharatun lil fam, domthon që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pastrimi domthon është matharatun lil fam, domthon pastërti për gojën, edhe Allah është i kënaqur me këtë gjë. Pastaj të ngjashme me të hyn thon kur domthon njeriu zgjohet pas gjumit që me i pastru dhëmbët. Edhe për këta kemi argument hadithin e Hudhaifes ku thot kana nabiu sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layli yashusu fahu bis-siwak. Nëse ai është zgjuar, domthon kur është zgjuar për me fal namazin e natës, i ka pastru dhëmbët domthon me gojën me siwak, me miswak, domthon ose me gjëra të tjera që thanë hyn edhe në këtë çështje. Domthon është prej sunetit. Në disa hadithe domthon është përmend që edhe domthon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas miswakun te koka, domthon që në momentin kur u zgju, gjëja e parë e cila e praktiku ka qenë pastrimi i dhëmbëve. Pastaj e përmend që hyn në këtë kohë të kufizuar, dhe është prej sunetit kur hyn në shtëpi, Edhe për këtë e kanë përmend domthon dietarët për shkak se është hadithi i Aishës radiallahu anha që thot kana nabiu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala baytahu bada'a bis-siwak. Domthon nëse ku ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, gjëja e parë që ka fillu ka qenë pastrimi i dhëmbëve. Pastaj dietarët e përmendin një gjë të tillë që kjo ka qenë domthon kjo lidhet me hadithin që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai më i miri i cili është më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjet e tyre. Domthon kjo është prej sjelljes së mirë me familjarët e tij. Domthon që njeriu për shembull kur të thehet me pastru dhëmbët, që në momentin kur i afrohet atyre ose kur i fol, domthon me pas erë të mirë, me pas erë të mirë gojës, mos mi pengu. Subhanallahu, domthon deri në këtë drejtë domthon ka arrit që neve më na nxit kjo fe, domthon që me u duk sa më mirë muslimani. Pastaj kanë thonë kur hyn në xhami. Edhe kjo ka ardhur kjas, domthon analogji
jo që ka argument, mirë po ka arë në logji që kur të hynë në shtëpi, atëherë kur të hynë në xhami është më parsore që me i pastru dhënë. Mirë po, si që përmend domthonë Sheikhul Uthejmini që një gjë e tillë nuk saksohet, një gjë e tillë nuk saksohet domthonë në hadith, nuk kemi argument për to. Kështu që nuk themi që ka diçka tillë. Mirë po njeriu kur të hyn në xhami, atëherë para namazit i pastron dhëm. Kështu që domthonë e arrin sunetin që të pastrohen domthonë dhëm para namazit. Mirë. Pastaj autori në fund po thot wasunna bada'atun bil ayman fihi wa fi tuhrin wa fi tuhrin wa sha'ni kullih. Dhe po thot prej sunetit, tash po përmend mënyra e përdorimit. Prej sunetit domethënë është me fillu nga ana e djathtë po thot. Domethënë pastrimi të filloj nga ana e djathtë. Edhe është argument ai hadithi i cilin e kemi përmend më herët, ku kemi thonë kur pejgamberi ajo që i ka pëlqyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e djathta, ana e djathtë. Kur ai është mball, domethënë kur i ka mball sandallet, ose kur është kreh, ose kur është pastru, që thotë domethënë Aisha radhiyallahu anha, ose thot në çdo gjë. Domthonë çdo gjë që e kemi përmend që ka të bëjë me gjërat e mira, atëherë filloj me dorën e djathtë. Ndërsa në gjëra që nuk janë të mira ose janë gjërat e urryer, atëherë filloj me dorën e majtë ose me këmbën kemi thonë. Andaj edhe pastrimi don fillohet nga ana e majtë, nga ana e djathtë, duke shku domthonë nga ana e majtë. Kjo është prej sunetit. Mirë po khilafi ka ardhur tek dora tash. Përdorimi i misvakut ose i brushës pra në këtë rast. Cila është prej sunetit, a më përdor me dorë të majt, a më përdor me dorë djathtë. Atëherë, këto kemi 3 mendime. Mendimi i parë thojnë do të më përdor me dorë të majt. Edhe ky është mendimi edhe i mëdhëbit Hambeli, edhe këtë mendim e ka zgjedhur edhe Ibn Taymije. Thonë që më përdor me dorën e majt. Pse? Thonë nuk ka ndaj argument tash për këto khilafin thonë që përmendet këto, mirë po lidhen me atë cilën e thash. Thonë për shkak se kjo është pastërti që do thotë ti po e largon një gjë të keqe, thonë nga goja, ose e largon ato që kanë mbetur, ose largon erën e keqe, që do thotë hyn në këto gjëra që nuk janë të mira. Hyn në këto gjëra që nuk janë të donë gjëra që janë më të neveritshme, nëse mund me thonë, ose hyn ka ajo largimi i papastërtive. Andaj përderisa hyn te kjo, atëherë thonë do të me dorë të majt. Ndërsa ta tjerë kanë thonë, mendimi i dytë kanë thonë me dorë të djathtë për shkak se kjo konsiderohet pastrim, është një lloj zbukurimi e kështu me radhë, thonë kështu që do të me dorë të majt, me dorë të djathtë, për shkak se janë është prej gjërave të mira. Kështu që mendimi i tretë i ka bashku këto dy fjalë kanë thonë konsiderimi i pastrimit domosdoshmë ndryshon sipas këndvështrimit. Nëse ti e sheh domosdoshmë atë momente kur je të pastru që është si largim i papastërtive, atëherë thotë e përdor dorën e majt. Mirë po, nëse ti kur ti pastrohesh domosdoshmë thjesht pastrim më dën më duk më bukur, nuk është që domosdoshmë ki papastërti ose ndoshta ki erë keq ose diçka, apo është praktikë e sunetit që do një të dashësh me praktiku sunetin e pejgamberit ose namaz ose para leximit të Kuranit e kështu me radhë, atëherë thonë me përdor dorën e djathtë. Nuk kemi diçka që na mundna me kundërshtu mendimin e parë ose mendimin e dytë, për shkak se të gjitha këto janë të mundshme, këndvështrimi se si e shikojnë janë të sakta me një aspekt, atëherë mendimi i tretë inshallah është mendimi më i afërt në këtë çështje. Kështu që edhe kjo gjë është e gjerë në këtë meselë, nuk është patjetër që me u fokusu shumë në këtë çështje që i edhe me pas vezvese. Mirë, kjo është edhe fundi sa i përket kësaj mesele që lidhet me misvakun, edhe në dersën e ardhshëm inshallah do vazhdojmë me gjërat e tjera që thanëm kanë të bëjnë me praktikat e gjërave që janë në natyrshmëri të njeriut. Kështu që inshallah për ato do flasëm në gjëratën e ardhshëm me lejen e Allahut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.